e kam përvojën personale pej rrjeteve sociale, që jam eduku, po sigurisht edhe kum ditë me filtru, magnezium përdori çdo mramje, biglicenat, se mandej që aty e kum mësu që janë 2-13 lloj kategorish e 9 kategorish aty, edhe se cila e ka ndikimin e vet. E kum mësu në rrjete sociale, konkretisht në TikTok, për shembull, mandej reklamohet ashwagandha, vitamina C, B komplekse, B12. A mund të pru njëri që kjo? Po, me ashwagandha për shembull abuzojnë, sepse ajo nuk guxon më përdor. Ajo është individuale. Magneziumi, po ato do të me përshkrim. Nevojat janë Dës me njoh individuale. shpend lila, ideali i bën të postime në Facebook, dës me njoh, se bani postim në ditë për kollagen, va u bë kollageni Po, unë e kom shkru për këtë. Apo den, e kom fjallën sikur me ble, s'po di qa me thonë, apo den, me që mami një ditë në pyetje tha kollagen, tha më kanë thonë me pi, apo den, tash të me hi me lezu kollageni është ma shumë është për flok se për nyje, ma më jam duke me pi për nyje. Jo, ma me ba me shku në përmishtore në gjeshë kësi është, ta me bletë, vetëm nëse përdoar shkozamina. Aty është foje një recetës teme që po virale. Të na po trend. Po kam dikem se nana eme ka përdor. Ajo vun për ume. Ama kolagjeni për nyje do të pasë të kontrojtina dhe glukozamin, për ndryshe s'ka efekt tjetër. Po është protein njeri kollagjeni, po do me thonë të na të prohet sa shumë me marketing, tani kejt Kosova u të përdor kollagjeni. Edhe kejt është kollagen gosh. Jo ma shumë dikon mentalisht, ma shumë dikon mentalisht se njeri thot jam të e pi, edhe ajo reagon do me thonë. Efekti placebo që Po, placebo, ajo reagon vetëm se ti menon që ato të Sa na herë për ndryshe një mesazh pa protokoll në Facebook, shëndet mundeshme, po ju lumt emisioni super tema edhe mysafert, krejt në rregull. Ju përgëzoj. Që kena arrit me përçu mesazhe. Na i pik. Ai se mas emisionit. Po du me